Këshilli Bashkiak Mat ka zhvilluar këtë të hënë mbledhjen e radhës. Këshilltarët e pranishëm u njohën me pikat e rendit të ditës dhe më pas nisën shqyrtimin e tyre një nga një. Pika 1. Miratimin e rendit të ditës. Pika 2. Shqyrtim dhe miratimi fondi 6% të ndihmës ekonomike muaj shkurt 2026. Pika 3. Shqyrtim dhe miratimi tavaneve përgatitore të buxhetit afatmesëm 2027-2029. Pika 4. Shqyrtim dhe miratimi një ndryshimi në buxhetin e vitit 2026. Pika 5. Shqyrtim dhe miratimi planit për parandalimin dhe shuarin e zjarreve në fondin ujor kollusor në Bashkinë Mat për vitin 2026. Pika 6. Shqyrtim dhe miratimi bursave për nxënësit e arsimit nëntëvjeçar që bëjnë pjesë në kategorinë e nxënësve jetim. Pika 7. Dhënje tituj nderi. Pika 8. Të ndryshme. Atëherë jeni dakord me rendin e ditës? Me votat e të gjithë antarëve të pranishëm, Këshilli miratoi projekt të vendimin e fondit të 6% të ndihmës ekonomike të muajit shkurt 2026. Në pikën e radhës, këshilltarët e pranishëm shqyrtuan dhe miratuan tavanet përgatitore të buxhetit afatmesëm 2027-2029. Pas relatimit të Drejtorisë së Financave me shumicën e nevojshme të antarëve të pranishëm në këtë mbledhje, u miratua edhe pika e radhës e një ndryshimi në buxhetin e vitit 2026. Një tjetër pikë që gjeti miratimin e të gjithë antarëve të pranishëm të Këshillit Bashkiak ishte plani për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin pyjor kullusor në Bashkinë Mat për vitin 2026. Po ashtu miratuan edhe bursat për nxënësit e arsimit nëntëvjeçar që bëjnë pjesë në kategorinë e nxënësve jetim. Në pikën e 7 u diskutuan edhe disa kërkesa për dhënje tituj nderi për personalitete me kontribute në fusha të ndryshme të shoqërisë.